subhanallahu, jetojmë në një kohë kur gënjeshtra është bërë diçka normal. Për çështje banale gënjej. Për shembull, ti e din aty ka një ilahi për fëmijë te Mejdi, kanali Majd, edhe sikur i lejmërohet dikush edhe kërkon babajin e telefonit, përgjigjet fëmija e thot, thuj s'jam këtu. I thot, o babi, o të til dikush në telefon, ki thot, kul mohon, thoi se nuk është këtu. Edhe thot babi s'jam këtu. Çfarë mesazhe është, ose kemi, do thonë, për çështje banale, shumë banale, për shembull, nuk e ka rregullu shtëpinë, nuk e ka bë të paqë shtëpinë, edhe së mpret misafir, e thot, nuk jam në shtëpi. Mos hajde, i thot misafirit. Do thonë, do momentet që me të vërtet janë banale, bardhe të dezinformata e kohë. Nuk jam në gjendje. Kjo Kurani e thot qartë, fe idha qila lakum irji'u farji'u, nëse thot ai nikoçiri kthehuni. S'ka pse me analizu, s'ka është problemi. Apo ti apune misafirit një arsye që ai ka me besua në realitet, si e thave ti është khian, është një tradhti, një mashtrim. Ai po të beson. Ai të beson, ti të thon diçka që ai të beson se është ashtu si është. A realiteti është se ti i tregon një gënjeshtër për një diçka që është shumë e vogël që ka mundësi shumë lehtë të zgjidhet me fjalë të ishme te surja Huxhurat, se më sa harroj, interesant, isha duke dëgjuar një emision në gjuhën arabe, ishte i krishter. Gazetar, edhe pyet një tjetër, thot, çka të pëlqen thot ty te feja islame? Thot, ka shumë gjëra. Po thot, kur i dëgjoj disa ajete, edhe përmend këtë ajetën ja ledhina in ja'akum fasiqun binabin. Thot, nuk mundesh pa u ndalë edhe me u habit. Çfarë formulimi, çfarë mesazhi. Do thonë, për një jetë të mirë, do thonë, edhe shoqërore, edhe bashkëshortore, familjare, edhe në gjitha aspektet, dvyn ky rregull. Mos ajeti mbrapa se ja ledhina çteni bukathina min adhan. O ju të cilë këmësore, ikni prej dyshimeve. Wala tajassasu, wala yaqtab. Do thonë, mos përgojeni, mos shpiononi një gjithë. Këto këto në një farë mënyre të vërteta të shtrembëruara ose të prezantuara, që përgojimi është diçka që ekziston. Por mënyra se si ti e prezanton atë vërtetën nuk është qëllim mirë. Është me qëllim që ta nënçmosh, ta poshtrosh dikën, apo të shkaktosh armiqësi mes teje, se kur ti shiko Islami si është, ku të talon ti të flasësh diçka për dikë që ati nuk i pëlqen, do ti merr parasysh ndjenjat e tij, merr parasysh ndjenjat e tij, emocionet e tij, edhe gjendjen e tij, prandaj ti nuk e përgojon. Edhe e ka krahasuar me çka? Ti e din më mirë, apo? Me ngrënien e miqit të vdekur. Të vdekur, po. Është interesant. Por atë Islami shumë jep rëndësi që të ketë një farë siguri shpirtërore në mesin e shoqërisë. Thjesht kur rrin dy veta, dy shok, ai nuk i shkon mendja se ky shoku do t'ja shfrytëzon gjitha informatat tek ti dhe do të manipulon me to, ose do t'ja shpalosë, ose gjitha këto mënyra se si vjen deri te degradimi, humbja e harmonisë, humbja e shoqërisë. Do thonë, jo rastisht edhe i ndalon, edhe këto ajetet që përmenden që cilësohen në forma të ndryshme si dezinformatën, gënjeshtër kështu me radhë, edhe hadithet e pejgamberit që janë shumë konkrete, do të thonë shumë konkrete në çështjen se kushdo me ndje veten musliman për një do të thonë me dëshmu veten që është musliman, jashtë atyve thirrjeve që thonë dikush se mjafton të jesh musliman veç nga ana shpirtërore, që du të lësh pjesën dërmuese të fesë jashtë praktikimit, nuk thirrmi nën ta. Ajo nuk është fe, nëse mbetet feja vetëm shpirtërore. Feja tregohet, jetohet, manifestohet, edhe në fjalët tona se si flasim,